E përsëris pra, me prova që unë nuk jam kundër shqiptarëve musliman, ata që predikojnë fenë islame sipas traditës, sipas një islami tradicional shqiptar, thash. Dërsa kundër radikalëve islam, ka me qenë të njëtën. Edhe çfarë do radikal tjerë? Qoftë me kryq, qoftë pa kryq. Çka është radikal që na sulman në rënien tonë kombëtare, unë ka me qenë gjithmonë kundër. Ajo bile mos e diskutoni ato. Po thjesht vazhdishta që ti ngjezim me bon për çfarë radikal që kanë shkruar shkamos unë kanë qitë të thonë kështë unë jam kundër islamit. Fara mendoj që fara absurde janë me thonë që me vërtet është absurd, do të janë marrë aty. Po ata kanë agjendën e vet, ata tentojnë. Para mendoj se s'futuam do bitimës në tema, ma imagjinoni më thëshin i shkruaj poshta që kanë të shkryshin që ti të kokeria shkon Vatikan, mu më kanë thonë ti shkon në Serbi, para do po më smoj me shkon në Serbi, edhe me dashtë, jo që kena po në sen, po për dalim për juve që më thoni, juve ju paguin kur shkoni, e mu më shtim në borg. Është një dalim shumë i madh.